Mirë se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com. Unë jam Muhamet Hairullah. Vazhdojmë me serinë e podcastave ku do të flasim për tema që kanë të bëjnë natyrisht dezinformimi, inteligjenca artificiale, integriteti medial, tema që kanë të bëjnë në përgjithësi me keq informimin dhe edukimin medial. Sot do të flasim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme, inteligjenca artificiale, cila është dhe sa përdoret në Kosovë, sa mund të ketë dezinformim përmes inteligjencës artificiale, sa përdoret inteligjenca artificiale dhe çfarë mund të jenë pasojat e mos një edukimi medial të duhur. Andaj për të diskutuar për këtë temë, unë sot kam të ftuar dy bashkëbisedues me të cilët do të flasim një temë shumë të rëndësishme, me Mërgim Hoti, asistent universitar nga Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, dhe Hyrie Mehmeti, hulumtuese nga Hibrid. Mirë se erdhët. Mirë se rizatën, falem për ftesën. Një temë jashtëzakonisht interesant, e kisha nisë zakonisht me hibridin edhe me organizatat fact-checking na bjen me diskutu shumë më shpesh në këto temat e dezinformimit. Kisha dash me nisë me juve, Mërgim, nga fakti që vjen nga Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike si asistent universitar dhe inteligjenca artificiale viteve të fundit ka ndryshuar konceptin në përgjithësi. Domethënë, shpesh herë edhe këta programerat edhe IT po thonë edhe neve na ka kthyer 0.0, nëse na kena ditë shumë sene, tash i bën që po duhet me konstant me u formatizu sepse ka ndryshuar koncepti në përgjithësi edhe marrjes informacionit, por edhe i shërbimeve të ndryshme. Inteligjenca artificiale s'është e rëndësishme sot. Ahmet, faleminderit fillimisht për ftesën, kënaqësi me qenë në podcastin e juaj bashkë me Hyrien. Inteligjenca artificiale është tashmë pjesë e jetës sonë. Nuk mundemi me thonë që nuk është pjesë e aktiviteteve dhe punëve tona. Duke u nisë nga kjo pikpamje, secilin aktivitet që ne po e bëjmë, po vazhdojmë me përdorë si ndihmës. Pra, nuk duhet shihet, as nuk duhet mendohet si pengesë inteligjenca artificiale. Kapacitetet, resurset edhe modulet që i ofron inteligjenca artificiale është diçka që neve na ka përshpejtu procedurat tona, na ka përshpejtu punët edhe aktivitetet e përditshme që i kemi, edhe për programerët që i përmendët, edhe për ta disa prej punëve që kanë mujt për me zgjidh një problem, le të themi për 1 orë, 2-3 orë, varësisht prej problemit në sistem që ka ndodhur, tashmë është optimizu koha zgjidhjes problemit. Mirë, po kjo nuk mendoj që duhet shihet nga këndvështrimi që duhet kemi frikë pse ka ardhur dhe neve na ka bën problem, mirë, po duhet mendohet si nga këndvështrimi që na ka lehtësu. Në fakultetin tonë, neve edhe ashtu kemi programin e përditësuar për cilin vazhdojmë secilin lanë të përdorim inteligjencën artificiale, vazhdojmë që të inkurajojmë studentët që të përdorin zgjidhjen e problemeve, mirë, po mbi bazën e rujtjes së kreativitetit së secilit prej studentëve. Ideja është që secili prej studentëve të jetë përdorus, sepse nuk është ideja më të ikim edhe të kemi frikë mos përdorim inteligjencën artificiale, mirë, po çështja qëndron që ne duhet ta përdorim me masë, në formën që duhet, edhe të përdorim për punët e mira që mund na mi bë. Faleminderit shumë për këtë fillim, pastaj për me hap diskutimin edhe me elaboru pak më shumë. Hyrie, organizata Hibrid mirret me fact-checking edhe me luftën kundër dezinformimit, keq informimit, temave që kanë të bëjnë me lufta hibride, le të themi. Por sot kur ne po flasim, nëse ka qenë ajo diçka më herët, dezinformimi klasik, tash ka ndryshuar ky koncept. Unë e peqoj dëgjosh dezinformimi 3.0 i avancuar. Pra, të vjen një video, të vjen një video content, deepfake, që nuk mundesh me dallu, i ndërtuar përmes inteligjencës artificiale, sepse ne po e përdorim inteligjencën artificiale dhe duhet ta përdorim për gjëra të mira dhe profesionale, po pala tjetër, kur po them pala tjetër, ata që fillimisht nuk ja duan të mirën Kosovës, duan me pas dezinformim, keq informim, spekulime, ku ta diun amulli në publike, në shoqëni, e sidomos gjatë zgjedhjeve ose temave të ndjeshme, mund ta përdorim për të krijuar, le të themi, edhe platforma, edhe trajnim të inteligjencës artificiale dhe aplikacioneve për me dhënë një narrativ të rreshme për Kosovën. Në Hibrid, çush e keni po krejt këtë konstelacion ose këtë lidhje?
Faleminderit, fillimisht kënaqësi me qenë në këtë podcast. Dezinformimi po vazhdon me qenë i pranishëm në një formë ose tjetër. Organizata hibrid si platformë për kontrollimin e fakteve vazhdimisht punon në këtë drejtim. Megjithatë, me qenë se jemi duke diskutuar për çështjen e inteligjencës artificiale, tashmë po njihet edhe ai si termi dezinformimi përmes inteligjencës artificiale. Domethënë, është thjesht krijimi i përmbajtjes së përdorimit inteligjencës artificiale për me kriju përmbajtje dhe me i shpërnda ato përmbajtje, cilat bëhen me qëllim të caktuar. Domethënë qoftë për me mashtru ose me manipulu opinionin publik, duke kriju totalisht përmbajtje me inteligjencë artificiale, qoftë video, mundën me qenë audio, mundën me qenë tekste të gjeneruara komplet me inteligjencë artificiale, ose thjesht edhe me ngrit një debat për një çështje të caktuar, e në raste të shpeshta edhe për me hiq vëmendjen prej një çështje shumë madhore që është ndodhur. Ajo çka shohim ne është që përdorimi i inteligjencës artificiale po bëhet kryesisht edhe në rastet që janë ndoshta më të ndjeshme ose në çështje shumë më të mëdha. Qoftë çështje politike ose çështje të drejtësisë, diçka që ndoshta në publik është duke u diskutuar më shumë. Çka po është problem tjetra është që pavarësisht se sa po zhvillohet teknologjia, normalisht ende nuk e ka arrijat pikën e mund me thonë perfeksionit, që me qenë secili detaj në atë mënyrë që nuk më mos më uvret fare. Kjo ende nuk është arrit, mirë po është bosh shumë e vështirë për shkak që zhvillimi i teknologjisë çdo herë po e bën shumë më të vështirë me i dallu përmbajtjet që krijon me inteligjencë artificiale. Për shembull, tek videot ende mundesh me vret disa ndoshta çështje tek syri ose mimika ose zakonisht zëri nuk është në sinkronizim me lëvizjet e fytyrës. Tek audio gjithashtu mundesh me panizo shumë më robotik. Domethënë janë disa detaje që ndoshta kushdo që i përcjell shumë më shumë ose analizon më mirë mundet me i vret, po dikush që veç thjesht e sheh si përmbajtje ka lënë nuk nalet me analizu shumë ndoshta me një sy kritik, ka shumë të vështirë me dallu që janë të krijuar me inteligjencë artificiale. Absolutisht po, domethënë ne e pam një fantazm në Prishtinë, një fotografi të montuar ose thjesht e testoj dikush qëllimshëm ose pa qëllimshëm deri ku mundet me shku një informacion i tillë të një fantazme të famshme të ecës nëpër Prishtinë dhe pam qysh shoqënia pra filloi më shpëndo, fillimisht nëpër rrjete sociale si TikTok e pastaj përfundoi edhe në media online në Kosovë pas një lloj verifikimi e kjo tregon atë problemin e brendshëm edhe organizativ. Po duam me ndal nga ky aspekti teknik që ne se dim mërgim. Pra, sepse inteligjenca artificiale është një sistem që dikush punon atje, nuk është vetëm kjo që ne e shohim. Nëse mund pak me shpjegu, pra, që shihet nga këndvështrimi i një asistenti universitar në Fjek edhe nga grupet më rëndshme inteligjencë artificiale. E tham, mund të përdoret për të mirë, absolutisht, por mund të përdoret edhe për të keqe, edhe këtu s'ka asnjë diskutim. Mamet, unë mendoj që edhe në bazë një raporti një publikimit në vitin 2024 në lidhje me informacionin e shpërndarjen të dezinformimit, thuhet që dezinformimi shpërndahet 6 herë më shumë se informacioni sakt. Për shkak me përdorimin e inteligjencës artificiale. 6 herë më shumë. Rreth 6 herë më shumë shpërndahet dezinformimi sa në informacioni sakt. Kjo është në publikimet e punime shkencore publikuara në databaza kredibile. Nga këndvështrimi jon, padyshim që inteligjenca artificiale na e shohim si diçka të dobishme, për cilën tentojmë me përdor për optimizimin e proceseve tona. Po, patjetër që dikush punon aty, punojmë gjithë ne, gjithë jemi tashmë punëtor të inteligjencës artificiale, sepse ata që kanë founder të AI modeleve, ata vetëm kanë përgatit modelin teknikisht, kanë shkru kod, në cilin presin dhonat prej neve që na me e trajnu atë model. Modelet i trajnujmë ne, krejt bashk. Mendoj që AI është një baby që vazhdoj me mësu duke pas prej formave, mimikave, sjelljeve, ecjeve, edhe gjithçka tillë. Qysh ndodhet tash më prapavi? Ideja është që inteligjenca artificiale fillimisht tenton me mbledh dhona sa më shumë. Edhe ideja është që me bën miliarda data, nëse jo edhe më shumë, sepse kjo vazhdon një kontinuale me u rrit, madje rritja datave që është duke i marrë inteligjenca artificiale momentalisht është në formë eksponenciale matematikisht. Edhe
Ideja është që këto dhona kanë me u ngarku në servert e AI, modelet kanë me miliarda format që tash e trajnojnë çka me u lidh, qysh renditet një fjali, me çfarë teme me u përgjigje etj. Le të marrim një shembull për shembull me OpenAI, nëse e bëjmë një pyetje, le të themi në një intervistë teknike të punës si programer, çfarë pyetje mund më dalin ose mund bëjnë kandidatët që intervistojnë kandidatin për pozitën, le të themi junior në data science, asnjëherë OpenAI ose një model inteligjencë artificiale nuk t'jep pyetje, çfarë pyetje mund bijnë në një intervistë në një medium. Mirë po tenton me t'u afru në bazë të pyetjeve që potencialisht dikush ka pyet më parë dhe e ka trajnuar në diçka tillë. Njësoj, në fillimet e saj ka pas këto trajnime. Tashmë, OpenAI nuk është trajnimin duke e bërë vetëm nga ajo që na japim input inteligjencës artificiale, modeleve, agentëve që na i përdorim. Ideja tash është që krejt open data që janë në internet, inteligjenca artificiale i merr për trajnimet e saj dhe tenton me i kthy modelet që tenton me përmirësu veten. Jo, keni përmendët, e di në diskutimin që kishëm e përmendët kur thatë që AI nuk është rrezik në vetvete, por teknologji që përshpejton proceset ekzistuese. Ktu s'ka diskutim, domethënë sepse po na leton jetën. Unë them zakonisht ta shfrytëzojmë për të mirë. Pra vendin e punës nuk ta hub AI, por mund ta hub dikush që e përdor më mirë se te AI që është njeri. Pra dikush që din me shfrytëzu më mirë, sepse i ka platformat ja leton jetën vetës. Dhe në këtë aspekt po besoj ju e keni potencu këtë. Patjetër që po. Ideja është që nëse shohim tash tregun e punës, ka pozita të reja të cilat kërkojnë AI engineers, AI prompt engineer. Ka ndryshu forma qysh na kena me trajnu model, qysh kena me zhvillu. Pra ka pozita të reja të punës, për cilët neve kanë më na ndihmu me u kyç prapë në industrinë e njëjtë për cilën kena punu vazhdimisht. Thjesht, nëse më herët ka pas një database administrator, tash ka një data engineer, vazhdon me qenë një database administrator prapë, mirë po me termin e ri që menaxhon edhe një pipeline prej fillimit deri në fund. Edhe që merret me çdo proceset, tash nuk është patjetër me u marrë 100% me këtë proceset, se ideja është që na me automatizu modelet AI, ashtu që këto me i kry proceset, edhe na me bën verifikimin nëse çdo dhona, çdo punë që të kryen saktë. Gjithmonë pas një modeli të AI duhet me qëndru një person që vërteton nëse modeli ka pas huqje, gabime apo nuk ka pas. Pra është prap aspekti human. Te raporti që ju e keni publikuar i ri, që ka të bëj versionit i së vërtetës sipas chatbotit. Tash nëse mund pak me diskutu për të dhënat dhe gjetjet që kanë dalë në raport, po shpesh në njerëzit mendojnë inteligjenca artificiale është ChatGPT-ja, sot e ki Grokun, e ki Gemini, e ki DeepSeek në kinez, e ku ta diun e tjera plot s'po përmendi, po përmendi këto 3-4 metat veten secili. Po, edhe tash pjesën tjetër e përmend ti. Pra, nëse marrim edhe analizojmë edhe raportin, çka janë gjetrat kryesore? Po, raporti versioni së vërtetës sipas chatbotit është një raport për cilin ndiem shumë krenare edhe me punën e krejt ekipit për shkak që po vlerësohet lehtë në nivel ndërkombëtar. Edhe është raporti i parë i tillë në Ballkan dhe ndër të parët edhe në botë. Kështu që është një raport i cili sjell dhëna shumë interesante që po diskutohen vazhdimisht. Ndoshta janë thjesht edhe dhëna të cilat na kemi diskutuar si hipoteza, se kemi thonë që na japim përgjigje të saktë chatbotit ose na japim përgjigje të ndryshme varësisht ku i bëjmë kërkesën, po thjesht asnjëherë nuk është bëni holumtim që me thonë a qëndrojnë ato të cilat ne mendojmë ose i diskutojmë në shoqëri. Raporti sjell dhëna shumë interesante, janë analizuar 3 chatbot, me thonë 3 modele të mëdha chatbotet e tyre, janë fut 100 kërkesa tek secili prej tyre, janë bën 100 pyetje. Kemi nxjerr 300 përgjigje, domethënë jemi fokusuar në 3 çështje kryesore, temat e para për Kosovën, 34 pyetje, 34 të tjera për çështje të Ballkanit Perëndimor dhe 32 tjera për çështje globale, krahasimet me Kosovën ose me vendet e Ballkanit Perëndimor, edhe gjetjet cilat janë fillimisht e pjesa e parë, për shkak që raporti është i ndarë në 2 pjesë. Janë analizuar përveç pjesës së saktësisë, e kemi bënë analizë me pa sa të sakta janë përgjigjet,
për shkak që secila pyetje ka qenë e bazuar në një fakt. Kemi dash me pas një fakt prej një dokumenti zyrtar ose një burime kredibil për me pa pastaj se sa dhëna sakta po japin chatbotët për këto çështje. Për shembull, nëse kemi pyet sa shtete ka njoft pavarësinë e Kosovës deri tash, kemi marrë listën e njohjeve që janë në webpage të ministrisë, edhe në këtë mënyrë kemi bazu përgjigjet. Dhënat tregojnë që chatbotët jo gjithmonë japin përgjigje të saktë. Shumë shpesh edhe nëse kanë pjesën kryesore cilën e japin përgjigje të saktë, ka pastaj edhe disa dhëna tjera që nuk janë të sakta ose thjesht tentojnë me që orientu lexuesin prej një teme në një temë tjetër. Çka ka qenë shumë surprizuese është që domethënë chatbot cilët janë analizuar është ChatGPT për shkak që në një përdorim shumë më të madh dhe kemi dashur mi pas 3 ekosisteme të ndryshme, është DeepSeek e Kinës edhe Alice e Rusisë. Çka ka qenë shumë interesante është që vetëm Alice ka ndodhur që mos më u përgjigj në 8 pyetje. Thonë kryesisht kanë qenë pyetje të cilat kanë qenë lidhura me Ukrainën ose krahasime që kanë qenë edhe me Kosovën. Më thonë në 8 kërkesa, 7 prej tyre kanë qenë në çështje globale. Edhe një kërkesë që ka qenë interesante tek çështja e Ballkanit Perëndimor, kur është pyet nëse ka parada të krenarisë në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Edhe këtu ka refuzuar me u përgjigj refuzimet. Jemi të folë për Alicesin e Rusisë. Po, Alice ka qenë vetëm që ka refuzuar me u përgjigj në 8 pyetje përderisa ChatGPT dhe DeepSeek Chat janë përgjigj gjitha pyetjet. Edhe zakonisht përgjigjet kur është refuzuar kanë qenë të atij lloje, nuk kam shumë informacione, kështu që më mirë nuk po përgjigjem fare ose nuk është çështje e cilën kam të drejtën ose moj me u përgjigj për shkak të mos pasjes së informatave të plota. Po përveç kësaj ne kemi bërë edhe krahasimin e ngjajshmërisë semantike. Kemi dashur me pas se sa të ngjajshme janë përgjigjet. Do thonë ajo thjesht shihet se sa fjalë të njëjta po përdorin këto chatbote. Edhe pastaj pjesa kryesore ose pjesa më interesante edhe për mua është pjesa favorite është eksperimenti që e kemi bërë në Ballkanin Perëndimor. Eksperimenti ka qenë i tillë që i kemi marrë 3 prej pyetjeve kryesore nga një prej secilës temë, edhe kemi dashur me pas se nëse unë bëj pyetjen prej Kosovës, edhe nëse dikush tjetër e bën prej Malit, e marrin përgjigjen e njëjtë, prej të njëjtit model, prej të njëjtit chatbot, edhe rezulton që ju. Përveç asaj, pyetja e njëjtë është pyetur në Maltëzi, në krejt shtetet të Ballkanit Perëndimor. Dhe përgjigja ka dalë të ndryshme. Nëse më bëni pyetje për shembull, le të themi masi ishte tash për vjetori pavarësisë, a është Kosova e pavarur edhe nga sa shtete një. Pyetja e parë që cilën e kemi bërë. Do thonë pyetja e parë ka qenë a është Kosova shtet i pavarur, e dyta ka qenë çka ka ndodhur në Srebrenicë, edhe e treta ka qenë Ukraina është pjesë Krimea është pjesë e Ukrainës apo e Rusisë. Edhe çka ka ndodhur që përgjigjet kanë qenë të ndryshme. Në disa raste, për shembull në rastin e Kosovës shtet pavarur ka qenë data e njëjtë ose viti i njëjtë, po gjithsesi ka pas disa elemente që janë të ndryshme. Do shta më të rëndësishmet ose më interesantet kanë qenë të përgjigja për Krimea, nëse është pjesë e Ukrainës ose e Rusisë. Ta zëm ChatGPT edhe DeepSeek, në asnjë rast tjetër nuk ka ndodhur me i hiezu ose me i theksu disa fjalë brenda një përgjigjes. Në këtë rast në Maltëzi ka ndodhur. Do të thonë i kanë bu bold disa prej fjalëve brenda përgjigjes. Tek Alice ka qenë shumë interesant për shkak që pavarësisht që krejt pyetjet janë bënë në gjuhën angleze, për me qenë sa më pyetjet janë bënë në përgjithësi, domethënë në gjuhën angleze. Po, kemi tentuar me qenë shumë neutral, mos me jap anime, për shkak që sa më shumë që jap anime ose sa më shumë që jap informata brenda pyetjes tënde, gjasa për me ta bu qefin me përgjigjen shumë të mëdha modelet. Është çështja edhe qysh trajnohet, kështu që kemi tentuar me qenë shumë neutral, edhe kemi kërkuar që përgjigja me u kufizu në 50 fjalë. Çka ka ndodhur në rastin e Alice në këtë eksperiment është që pavarësisht që pyetja është bënë në gjuhën angleze, në disa raste ka kthyer rusisht. Për shembull në Serbi gjitha përgjigjet janë kthyer në gjuhën ruse. Ose në pyetjen na shta u trajnu për shkak bashkëpunimit që kanë ata. Në pyetjen e tretë për shembull janë kthyer në rusisht edhe në Maqedoni të Veriut edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Përderisa dy pyetjet e para ai ka kthyer në gjuhën angleze. Kështu ajo çka ka dalë për eksperimentit është që realisht chatbotët kthejnë përgjigje varësisht prej vendit ku e bën. Jashtëzakonisht interesant, se e qëtu më rgëm pak Filipi ndihmën tonë më na shpjegu. E thashun në fillim, jashtëzakonisht punim interesant, jashtëzakonisht eksperiment i rëndësishëm për me pa,
Pra edhe sot, edhe në ChatGPT, varet çka vet promptim, varet pyetja, sa është që është shumë e rëndësishme, varet çyshe vet, ta kthen edhe përgjigjen, pra varet edhe sa kërkuesi. Edhe kur thashun në fillim pala tjetër, ata që e ndërtojnë që të mranshëm sistemin janë shumë të avancum. Pra na muj me kanë të avancum në disa, po fakti që ata e kanë ndërtu sistemin janë më të avancum. Dhe kjo i bje që ata edhe përgjigjet mujnë më na dhonë me kthy çashtu çysh i përshtatet rrethanave, historisë, narrativës. Pra varet kush e ndërton, varet kush e menaxhon dhe paketon, edhe natyrshëm pastaj interesat e tyre nacionale dhe shtetërore. Kur e kthejmë këto në relacionin e Kosovës shtetësisë, temave të ndjeshme që janë jashtëzakonisht, a mundëm me kuptu pak që të botën, mërgim të mrenshme atje, që është bëhen qëta qatë bota? Unë po e filloj pak përgjigjen në këtë aspektin pak ma shumë teknik. Inteligjenca artificiale punon mbi bazën e algoritmeve. Algoritmet janë ndërthune, janë pjesë core, është baza mbi cilën secila prej aktiviteteve që kërkohet, secili query, secila kërkesë i shkon chatit, secili prompt, është pjesë ku ka me tentu me kthy përgjigje. Algoritmet bazohen në kontentin që është kriju në lokacionin që ka ardhur. Founders së zhvillues e AI-s, cili do model, nuk merren specifikisht me një kontent caktuar. Mirë po merren me zhvillimin e algoritmit, ku algoritmi ka me vendos pastaj, varësisht prej përmbajtjes, varësisht prej pyetjeve të shpeshta, varësisht prej përgjigjeve, edhe varësisht prej asaj që ka tha Hyria edhe më herët që nëse kontent që është pyet, forma që është pyet, ka kriju bias, ka kriju anshmëri për përgjigjen që ke kriju. Tash, e përmeni më herët e raporti edhe Hyria që përgjigjet në Maqedoni dhe Malzi në gjuhë të tjera, në gjuhën angleze që në dhe pyetjet, ideja është që inteligjenca artificiale përbëhet nga disa chats që ndryshe njihen si agjenta. Secili agent trajnohet për formën që ka me funksionu. Algoritmi pyetjen kur e fillon ti përgatiten me të kthy përgjigje për përmbajtjen që ti veç e ke kërku. Edhe si tillë, sa herë që pyetjet bëhen në atë hapësirë gjeografike, bëhen në gjuhën për cilën janë kthyer dhe përgjigjet. Ma shumica dërmuese, edhe çka merr kjo? Keni parasysh inteligjenca artificiale nuk e mat inteligjencën e njeriut. Ajo mat inteligjencë statistikore të përmbajtjeve që merr. Prandaj mes diçka e tillë është, kjo ka me kthy përgjigje statistikore, se gjasat mundësit janë shumë të mëdha në gjuhën për cilën kanë marrë përgjigje grupi që ka punu aty, edhe si tillë ka me marrë në gjuhën për cilën është duke funksionuar në lokacionin fizik aty. Edhe kësaj nuk ka ndjenja edhe emocione që është kthehet përgjigja. Ideja është që është në vendin ku je ti, çfarë pyetje bëhen, në gjuhën që bëhen, edhe në formën që bëhen. Edhe algoritmi tenton me qenë neutral, në mbi bazën që është i trajnuar për një çështje të caktuar, edhe këtë pyetje që bëhen varësisht prej çështjes që ashtu shkruajnë edhe përgjigjet jepen. Nëse është trajnuar me dezinformata, mos prit se kemi marrë informacion sakt. Sepse është një sikur një personit, le të themi kështu, një robot e kemi marrë me trajnu, edhe për me ardhur tek ju, roboti fillimisht kemi nis prej saj pike. Edhe punë e parë ka me e godit mikrofonin. Po. Nëse ka godit herën e parë, herën e dytë ka me ditë çto e ka i pengesë. Po. Do të trajnu që çto më nuk shkon më pengesë. Ka me vazhdu me zgjidh rrugën alternative më të mirë. Edhe kjo pjesa e trajnimit të kësaj. Nëse themi që ky informacioni që ma ke dhënë ti mu, nuk është informacion i saktë, dhe ka pas saktësinë informacion, ka me të kërku falje, në form polite form, ka me të kthy përgjigje, dhe ka me thënë, okay, çe po ta jap ti përgjigje më të mirë se sa që ta kam dhënë më herët. Edhe kësaj ka me shku duke e përmirësuar veten. Kto njihen si alerts, ose njoftime që këtu nuk kanë informacion. Nuk është domosdoshmërisht që çat informacion ka me klasifiku, se kjo bë klasifikim, nuk ka me klasifiku si dezinformim. Mirë po ka me marrë në një holder, në një freeze mode, kur nëse vini edhe dhëna tjera, inputs tjera, edhe thuhet që kjo nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë, le të themi që dikush e ka trajnuar modelin që pavarësi Kosova nuk e ka shpall pavarësinë e Kosovës, atëherë kjo ka me marrë në freeze mode, që nëse vin trajnime tjera thonë që Kosova ka shpall ose nuk ta jep narrativën reale për masakrat në Kosovë, për shembull, nëse tema të ndjeshme, pra sepse varet çu punohet.
diskutum te pjesa e parë aspektin e rëndësisë së inteligjencës artificiale edhe në relacion me dezinformimin edhe me temat të ndjeshme e diskutum. Gjithashtu diskutum pastaj për gjetjet e raporteve dhe çësht të përdoret inteligjenca artificiale sa më mirë duke shfrytzuar sot mundësitë që i jep teknologjia. Te pjesa e fundit, 5 minutat e fundit, kam qef zakonisht me përmbyll me bo pyetjen që është e ardhmja është jashtëzakonisht e vështirë sepse veç që të sonja qëllojna. Sepse e ardhmja, pra na derisa na po flasim dikush atje, është të punu, mundet me ndryshu, mundet me absolutisht me dal diçka jashtëzakonisht e re në të ardhmen e afërt. Por duke parë parasysh dezinformimin që po avancon edhe me inteligjencë artificiale që e përmendem me të drejtë, edhe me deepfake tash me videot, ku ka me qenë rreziku që mediat, organizatat të shoqërisë civile, institucionet arsimore me pas fokus që masa me u eduku, të paktën me dallu. Pra se s'kemi me mujt në kohë reale ka me pas gjithmonë dezinformim, por thjesht është me vërtetu, me dallu që është ajo e reale dhe jo reale. Me të janë qëtë shumë pika sa që është një grup i tanë cilë du të me punu. Ne si hibrid vetë se kemi nisë dhe një lloj diskutimi me aktarët kryesor për me mujt me arrit një bashkëpunim që të paktën derisa na nuk kemi rregullore ose ligje specifike dhe qarta cilat na tregojnë se çysh më u përdor inteligjenca artificiale se deri në çfarë masa dhe cilat kanë me qenë dëshkimet në rast se përdoret për qëllime të gabuara, duhet normalisht përpjekjet tona me qenë ato cilët me rregullu këtë problem. Edukimi medial, edukimi digital janë kyçe për me mujt që me ndiku që secili qytetar i Kosovës ose secili qytetar me arrit me kuptu kur një përmbajtje mundet me qenë e krijuar me inteligjencë artificiale, qoftë video, qoftë audio, qoftë një tekst i tanë. Po në anën tjetër është edhe përgjegjësi nëse flasim për media, është edhe përgjegjësi e mediave me qenë transparent momentin që e përdorin inteligjencën artificiale. Tash t'jemi real, ka shumë llogari në rrjetet sociale, pra pa cilëve ne nuk e dim kush qëndron dhe shpërndajnë përmbajtje tilla. Nuk e dim kanë me bë përgjegjës për ato përmbajtje, po të njëjtën ku nuk mundem me i quajt media reale. Kështu që janë media, janë rrjetet sociale, janë media që nuk duhet pa impresion. Media të dyshimta, më thonë, cili do të them, po vetëm media reale jo. Përderisa media reale pavarësisht a kemi rregulla për inteligjencën artificiale për dorimin apo jo, nuk i ikim përgjegjësisë të krimit të përmbajtjeve të pavërteta. Kështu pa marrë parasysh nëse një media shpërndan një lajm të rrem, duke përdorur inteligjencën artificiale ose një përmbajtje që është krijuar me inteligjencë artificiale, përgjegjësia nuk do të thonë që largohet, prapse ideja është thjesht me qenë transparent. Momentin që përdoret inteligjencë artificiale me botë të ditën, do të thonë thjesht me tregu qytetarëve që në këtë fotografi ose në këtë video ose në këtë tekst ka pjesë të gjeneruara me inteligjencë artificiale. Edukimi medial, edukimi digital janë kyç, në anën tjetër duhet gjithsesi që edhe aktarët kryesor me punu për me pas edhe ose thjesht çështjen e inteligjencës artificiale me fut edhe në ligjet ekzistuese, e cilat realisht normën duhet qenë edhe të parafërta edhe me ato ekzistuese të Bashkimit Evropian. Do të thonë, jemi të folë për AI Act, për DSA, ligjet e rregullore specifike që e rregullojnë çështjen e inteligjencës. Mendoj që kjo është më e mira që Kosova për shkak që synon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, e ka ma lehtë me pa direktiva dhe se ku dhe çfarë hapa po ndërmerr Bashkimi Evropian që do të avancoj në të ardhmen e shpejt, po mendoj Bashkimi Evropian. Nëse kthehemi te fundi markim te roli i universiteteve të ndryshme, edukimi që përmend i fjekun në këtë rast, çfarë mund të jetë kontributi për me thjesht me qenë pjesë e këtij sistemi për me mujt me avancu edhe me shfrytzu më të mirat e mundshëm që sot jep inteligjenca artificiale, por duke i kthyer ato në transparencë, në përdorim të mirë, profesional, edhe mbi të gjitha në luftë kundër keq informimet në kohë reale. Nga konvështrimi im personal, mendoj që ideja edhe e ardhmja në integritetin e informacionit do të jetë një luftë mes një AI edhe një AI information.
Pra një AI që dezinformon vazhdimisht ose gjeneron prej gjenerimit dhanave në shpërndarjen masive të informacionit, deri në një AI tjetër, në anën tjetër ku tenton me gjeneru informacione edhe me plotësu informacione ose me largu informacionet e pasakta edhe dezinformimin. Kjo ka me ka një luftë e vazhdueshme, mendoj mes AIs, që kanë me qenë të dy grupet edhe kanë me punu këto. Tash mendoj që këtu universiteti mundet me kontribu në këndvështrimin e resurseve njerëzore, zhvilluesve teknik, ku cilët mes ne kemi student të shkëlqyshëm, kemi kapacitetet njerëzore dhe programet për cilat ne ofrojmë janë programet cilat janë state of the art fushës, për cilën student janë në gjendje të zhvillojnë kapacitetet edhe softverike dhe kapacitetet sistemeve të ndryshme që të përdoren në inteligjencë artificiale. Thjesht nuk ka nevojë na të gjejmë diçka që nuk ka kërkon botë, do t'i shohim modelet e të tjerëve që ndjekin, ti zhvillojmë dhe ti adaptojmë për nevojat tona në vendin tonë. Nuk mundemi me thonë, le të themi, në Bashkimin Evropian ka disa ligje që atje i aplikojnë, mirë po tash duhet shihet edhe nga këndvështrimi lokal. Sepse nëse përdisojmë copy-paste një ligj rregullore të Bashkimit Evropian, kjo ka me kriju paqartësi dhe ka gaps, ka hapësira që nuk e mbulojnë plotësisht. Na mundna me thonë letër i kena plotësuar gjitha, mirë po realiteti qëndron pastaj ndryshe. Neve si universitet kemi kapacitete, neve si fakultet kemi kapacitete njerëzore, për cilat mendojmë që në bashkëpunim bashkë me median, bashkëpunim me OJQ-t dhe krejt aktorë tjerë cilat mund të jenë të involvuar në këtë pjesë, që na të kontribuojmë pjesën profesionale, zhvillimit sistemeve edhe përditësimit e adaptimit modeleve sipas nevojave të aktorëve, mendoj që mundemi me dhënë një kontribut jashtëzakonisht shumë mirë dhe të shëndosh, edhe kësaj shfrytëzoj mundësinë që me i ftu edhe mediat, edhe OJQ-t, edhe të gjithë aktorët tjerë që sipas mundësisë, sipas hapësirës që i kanë, të shfrytëzojmë kapacitetet e njëri tjetrit dhe të jemi në ekosistem i sigurt. Kjo sot që e bënëm ishte pjesë e vazhdimit që ajo që ndodhe në të cilin e përmendi Hyria në te hibridi, pjesë e diskutimit, pra thjesht diskutim sa më shumë komunikim, diskutim për me mujt na si media kemi përgjegjësi me informu publikun për këto tema jashtëzakonisht të rëndësishme. Unë ju falenderoj shumë për kohën, një temë shumë e rëndësishme, për cilën kemi me pas mundësi me diskutu përsëri sepse nuk përfundon sot këto. Kemi gjithçka e re ka me dalë, po besoj në talë më afër. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Shëndrojshim me Mërgim Hoti nga Universiteti Publik i Prishtinës i Kosovës dhe me Hyria Mehmeti nga organizata Hibrid. Shihemi në përballje podcast tjetër të radhës.